Të rinjtë e Pogradecit kanë zgjedhur një mënyrë të veçantë për ta rikthyer leximin në qendër të vëmendjes. Me rastin e ditës ndërkombëtare të librit, Nisma Rinia Lexon e ka nxjerr librin jashtë hapësirave tradicionale, duke e çuar në rrugët dhe sheshet ku kalojnë çdo ditë qytetarët. 10 stacione leximi janë vendosur në pika të ndryshme të qytetit, nga Këshilli Rinor Pogradec, përmes monitorëve LED dhe posterave informues. Qytetarët mund të skanojnë barkodet dhe të aksesojnë poezi apo vepra të autorëve pogradecar. Të rinjt kanë sjellë në një model interesant, duke përcjellë letërsinë pogradecare në recitimet e tyre origjinale. 10 poetë të përzgjedhur nga vetë të rinj, të recituara dhe të ngarkuara në një link, të vendosura me një QR kod në poster, do t'jenë në 10 stacione letrare të qytetit dhe kushdo që kalon, një banor, turist, por edhe vetë të rinj, sepse janë zgjedhur stacione të frekuentueshme nga qytetarët, mund të skanojnë QR kodin edhe të dëgjojnë leximin e poezive nga të rinjt. Përmes kësaj fushate ndërgjegjësuese, organizatorët kërkojnë të rrisin interesin për leximin dhe njëkohësisht të promovojnë autorët vendas. Kjo është një nismë interesante, mendojmë që do mbjellë të rinjt akoma më shumë dëshirën për letërsinë, sidomos atë pogradecare, dhe shpresojmë që të shërbejë edhe si një apel për institucionet vendimarrëse arsimore, që ndoshta është momenti, meqense kemi disa poetë, shkrimtarë që janë të mirë njohur nga zona e Pogradecit, pse jo, të përfshihen në kurrikulat arsimor, të paktën te lënda e letërsisë, në arsimin e mesëm, në arsimin e lartë do t'ishte shumë bukur. Nisma Rinia Lexon vjen si një eksperiencë e re për qytetin e Llazgush Poradecit dhe Mitrush Kutelit, duke afruar librin më shumë me njerëzit.